Shkodra ka potencial real për të zhvilluar turizmin e errët, një formë që lidhet me njohjen e vendeve dhe historive të periudhave më të vështira të së shkuarës. Në qendër të këtij dimensioni qëndron vendi i dëshmisë dhe kujtesës, ish burgu i diktaturës, sot muze dhe hapësirë reflektimi për brezat. Përgjegjësi Pierin Mirdita thekson se njohja me të kaluarën diktatoriale duhet të nisë nga vetë të rinjtë e qytetit. Sipas tij, organizimi i tureve edukative është një mënyrë konkrete për t'i afruar ata me historinë reale të përsekutimeve, vuajtjeve dhe qëndresës njerëzore gjatë regjimit monist. Shkodra, si asnjë qytet tjetër në Shqipëri, ka një potencial të jashtëzakonshëm në zhvillimin e turizmit të errët, pra jo thjesht turizmin e errët, por edhe turizmin e kujtesës. Nuk duhet harruar asnjëherë ngjarje të ndryshme historike që lidhen me vende, që lidhen me njerëz, që lidhen me data, të cilat janë të shpërndara në gjithë qytetin tonë, por jo vetëm, pra i kalojnë edhe kufit e qytetit. Dhe kjo do të ishte një mundësi e mirë që ne këto ture fillimisht të fillojmë me shkollat tona, me të rinjtë tanë, që ato të njihen me historinë e qytetit e tyre, historinë e njerëzve të tyre dhe të rizgjojmë në to, le të themi, dhe ndjenjen e përkatësisë, karshi identitetit tonë. Kjo e kaluar sipas Mirditës nuk duhet të mbetet thjesht në libra apo rrëfime sporadike, por të përjetohet përmes vizitave të drejtpërdrejta në hapësira autentike. Ai shton se po aq e rëndësishme është që edhe vizitorët vendase të huaj të njihen me këtë dimension të historisë së Shkodrës, duke e parë qytetin jo vetëm si destinacion kulturor e turistik, por edhe si një vend me memorie të fortë historike.